Në Ksamil, qendrat shëndetësore janë përgatitur për të përballuar fluksin e shtuar të pushuesve gjatë sezonit veror. Me rritjen e numrit të turistëve, shërbimet shëndetësore janë organizuar për të garantuar asistencë të shpejtë dhe cilësore për çdo rast. Bluzat e bardha bëjnë të ditur se këto qendra janë të pajisura me stafin e nevojshëm mjekësor dhe infermieror, duke siguruar mbulim të plotë gjatë gjithë sezonit turistik. Ksamili përbet nga 2 qendra shëndetësore, numër 1 dhe numër 2, janë disponibël 24 orë në 24 orë. Këtu jemi 6 mjek, patjetër dhe një personel infermier, domethënë goxha, që është në gjendje që ta përballojë më së miri fluksin turistik. Organizimi i shërbimit synon të përballojë çdo situatë nga urgjencat e lehta deri tek rastet që kërkojnë ndërhyrje më të specializuar. Nëse ne do të shikojmë dhe po të bëjmë një ndarje pak a shumë sa janë vendas ose turist brenda Shqipërisë me ata të ardhur jashtë nga vendet e tjera, pak a shumë jemi në një raport 1 me 1, bile mund të themi që fluksi më të madh e kemi nga të huajt. Të huajt zakonisht, sidomos në të fëmijët, por dhe në të rritur, kur kanë të vjella, heqje barku, temperaturë, dhimbje abdominale, dhimbje koke, një djegje, i vlerësojnë rastet dhe i paraqesin tek qendra shëndetësore. Madje mund të themi që nga sezoni në sezon, Ksamili po është rritur më tepër, por dhe vlerësimin e kanë në mënyrë maksimale. Domethënë është për të falenderuar. Prania e stafit të kualifikuar dhe gatishmëria e strukturave shëndetësore i jep siguri turistëve vendas dhe të huaj, duke ndikuar pozitivisht në përvojën e tyre gjatë qëndrimit në Ksamil.